më duket gjithnjë si protagonist dhe si peng njëkohësisht. Fytyra e dy kumtim të kuadrit të ri të partisë, që punonte në Institutin e Marksizëm-Leninizmit dhe profesorit Garip të ekonomikut, që tregonte Barsaleta tallse për regjimin duke pirë raki dhe që luante Beatlesat dhe Rolling Stonesat me kitarën e tij. Nuk e kam dyshuar asnjëherë që pikërisht profili i tij jo skematik i dha Fatos Nanos me hirin e pahirit, skeptrit e të majtës porsalindur pas varrimit të Partisë Punës. Por besoj se vetë uljegritit e forta të rrugtimit të tij politik, për te i forcës përcaktuese të ngjarjeve, deri dhe të rënda fare ishin pasqyrë e pikërisht një dyzimi të thellë mes protagonistit të madh dhe pengut një detyre, për i të cilës ai tentonte të arratisej sa herë që t'i jepej mundësia. Por ama që pikërisht ai dyzim, pjellë e natyrës tij jo dogmatike dhe as pak sistematike, i kombinuar me burgosjen absurde, e cila ekspozoi të gjithë dogmatizmin primitiv të pekmarsve, jo vetëm të Fatosit, por të vetë Lëvizjes Demokratike, që u bë fati i Partisë Socialiste dhe e bekoi Fatos Nanon si lider të pak konkurrueshëm të socialistëve, duke i dhënë Partisë Socialiste një frymarrje të re dhe një perspektivë reale për të kthyer në forcë dominante e politikës shqiptare. Pas sakrificën e tij të imponuar, socialistët do të kishin pasur një fat më pak bujar, por dhe vetë Fatosi i pat sakrificë të imponuar mbase nuk do të ishte bërë një lider aq gjatë në një kohë trazirash e ngatresash jashtë e brenda partisë, ku lidershipi i tij ishte shumë më tepër frym se sa prezencë, shumë më tepër hapësirë se sa kohë, shumë më tepër improvizim se sa programim, e ku natyra e atij lidershipi së bashku me rikthimet e bujshme të kryetarit pas arratisjeve të tij përbën një material historik dhe sociopolitik me një vlerë të jashtëzakonshme.